të Kosovarët, shqiptarit Kosovës, edhe të Shqipënisë natyrisht, po për ne po flasim. Problemet që e prikën në dinjitet, në krenari, në atë moralin e vetë që e ka ndërtu, me disa premisat veta, atëherë edhe nëse mundet, ndoshta edhe nëse mundet me shku përmes institucioneve të hetësisë, gjyqësisë, ai nuk shkon po dën me zgjidh problemin vetë. Ndoshta në raste fillestare fizikisht e mandej përfundon edhe në mënyrë tragjike. Na si shoqëni, shumë prej neve, tojna problemet tona me zgjidh, të e lartësu vetën, të e mojt vetën krenarin këgjanalt, edhe të thonë që kjo është punë që duhet më zgjidh, ashtë na më nuk pjanë zisëm emnin me kanën, po duhet na me mbrojt nderën tonë, që të problemet tona na duhet me zgjidh vetë. Shumica e vrasjeve që ndodhin që të venë, nuk është që s'kishin mujt më adresu shumë vetyne përmes organeve, po nuk dojnë me adresu sepse dënë vetë me dollë balë lartë prej një problemi, edhe kjo është një mentalitet që të na u kriju. Çështje mentalitetit. Çështje mentalitetit, ballkanase shqiptarët që të përgjithësin në rajonin ku jetojnë na. Kur shkon me raportu, sidomos për rastet vrasjeve është shumë problem, se edhe mundet me të sulmu dikush prej familjarëve, qoftë dërosit, qoftë viktimes, varësisht e cila vendxorje shkon, mirë po veç në qëto raste na pavarësisht që na ndodh, unë asnjëherë nuk kanë kohë, na as me ekipin tam nuk kanë kohë më kërkën, sepse kuptojna emocionin edhe gjendjen e tronditjes që është secila palë, edhe më nuk me një farë privatësie, me dashamirësi, me dasht me zbosa çështje. E qartë. Zotri Marina dhe zotri Recaj, patëm kështu mos pajtime mirë, po kjo është e mira kur diskutojmë të paktën edhe për ngjarje të tilla, të cilat kanë shumë rëndësi për shoqërinë tonë kosovare. Ju faleminderit shumë. Faleminderit, shpresoj që të kemi dhënë mesazh, edhe normali është për mos më pajtu, mirë po duhet më respektu